apo mjetët të tyra që i kanë marrë me vete, i hedhin drejt policisë. Edhe policia nga ana saj nuk përbën një lëvizje për mëtej për të shmangur protestuesit. Ndryshe nga protesta e fundit e 24 janarit, vetëm ujë ka patur, sot nuk është hedhur deri më tani gaz lociellës. E qartë. Burime bëjmë në dje për Euronews Albania që do të zhvendoset protesta për para parlamentit, ashtu si kurse edhe protesta e më parshme, me gjitha të leta ndikim këtë zhvillim hap pas hapi. Për momentin, me sa shihet protestuesit janë, le të themi, mesurës së dajtit dhe kryeministrisë, Leda, apo jo, nuk ka tension, nuk kuptohet, do të duan të konfrontohet me policinë, apo thjesht forcat e policisë, Mirela? Po, Leda. Në këto momente janë shtuar edhe forcat e policisë që janë në krah të kryeministrisë, aty ku zakonisht bëhet dalja e mbledhjeve qeveritare. Kanë ardhur më shumë forca policie, të gjithë të pajisur me skafandra dhe me të gjithë mjetet e nevojshme për të bërë ballë numrin e protestuesve. Tashmë dhe protestuesit janë afruar pak më shumë drejt hyrjes anësore të kryeministrisë. Megjithatë, nuk duket se ka një përpjekje, është Gazmend Bardhi, i cili po i drejton protestuesit që të largohen nga hyrja kryesore e kryeministrisë për të zhvendosur në një tjetër vend, me sa duket duhet jetë kuvendi ndalesa e radhës e protestuesve, siç duken dhe vetë protestuesit po i bëjnë shenjë policëve që qëndroni të qetë, nuk kemi arsye për të depërtuar në brendësi të kryeministrisë dhe të gjithë protestuesit tashmë duket që po largohen drejt parlamentit, aty ku do të zhvendoset protesta, njëjtë siç ndodhi me protestën e fundit kombëtare të Partisë Demokratike që protestuesit u ftuan në një tjetër vend për të protestuar. Siç duket edhe nga këto pamje të drejtë për drejta, tani më mbështetësit e Partisë Demokratike po largohen. Gazmend Bardhi është njëri nga njerëzit i cili po drejton protestuesit që mos të bëjnë përplasje me policinë, por të largohen drejt kuvendit. Edhe vetë protestuesit po i bëjnë thirrje njëri tjetrit që largohuni dhe bashkohuni për të shkuar drejt kuvendit, aty ku pritet edhe të jetë vazhdimi kësaj proteste të tretë kombëtare të Partisë Demokratike. Po, janë pamje të cilat na tregojnë të që sa po the, janë protestues që po largohen. Pjesëmarrja ka është Lida, pjesëmarrja e matët të 24 janarit, si u duk dinamika kësaj radhe? Por ndoshta jo shumë e ngjashme, ndoshta protesta 24 janarit ishte pak më e fortë në shprehjen e revoltës me bombat artizanale. Pjesëmarrja pothuajse Mirela ishte e njëjtë, bulevardi kishte mbi zotërim të opozitarëve kundër qeverisjes së Edi Ramës. E ngjashme me protestën e 24 janarit, duket se po ndjekin të njëjtin skenar. Ndryshimi këtë herë ishte vetëm që protestuesit u përpoqën të depërtonin në brendësi të kryeministrisë, një sken pak a shumë më e vogël në krahasim me 21 janarin e Partisë Socialiste të shumë viteve më parë. Megjithatë, Partia Demokratike veproi krejt ndryshe, i tërhoqi protestuesit e saj për në një tjetër vend proteste që do të jetë kuvendi. Megjithatë, në ligjërim ajo që ra më shumë përshtypje Mirela ishte fundi i fjalimit të kryedemokratit Sali Berisha, i cili e zhveshi veten totalisht nga të qenurit kryetar i Partisë Demokratike dhe si qytetar kërkoi që të gjithë opozitarët të bashkohen, të gjithë forcat të bashkohen për një qëllim të përbashkët, largimin e Edi Ramës dhe çuarjen e vendit në zgjedhje të parakoshme, të lira dhe demokratike. Ndoshta ky ishte edhe mesazhi më i fortë që i prin edhe një tryezë të pritshme mes aktorëve opozitar në ditët në vijim. E qartë, dhe ndërkohë vinë ndjes për zërin, ndërkohë vinë reagime edhe nga krahu përballësh të Tauland Balla, i cili në rrjetin e tij social Facebook shkruan 2 fjalë për fundin e protestave të Bufit, ku sulmojnë punonjësit e policisë dhe institucionet, ndoshta për të fshehur me ty me flak dështimin e tyre, dhe ka një reagim zoti Balla, referuar një plan me dron nga lart, sipas të cilit pjesëmarrja nuk ka qenë shumë e lartë, ndërkohë që jemi me pamje të drejtë për drejta në këto momente nga
ambientet e jashtme të kryeministrisë, Leda mund vazhdosh në çojmë në ekran, mund vazhdosh në rrugtimin tënd për të ndjekur së bashku me protestuesit deri në destinacionin e tyre që për momentin është parlamenti dhe për të kuptuar se si do të jetë kjo zhvendosje e protestuesve nga ambientet e jashtme të kryeministrisë, bulevardin Dëshmorët e Kombit deri në ambientet përballë kuvendit të Shqipërisë. Kilometri i fundit, ka thënë zoti Berisha në fjalën e tij, është kilometri më i vështirë, por ne me revolta paqësore do të bëjmë të mundur largimin e Edi Ramës. Ka përmendur momentet të qeverisjes zotit Rama, sipas të cilit njerëz të cilët kanë probleme me drejtësinë e ka parë këtë si një fitore të trysnisë opozitare zoti Berisha, ndaj mendon që për Edi Ramën është një moment jo i mirë politik. E shohim Enkelida Memën që po përpiqet të ndaloj disa prej eksponentëve të Partisë Demokratike për të kuptuar më tej se si do të jetë skenari më tejshëm i kësaj proteste dhe tek e fundit çfarë mendojnë ata se po arrin me këtë protestë, cili është rezultati i tyre nga kjo protestë. Nuk pati incidente për të shënuar përpara kryeministrisë. Është shoqëruar mbyllja e fjalës së zotit Berisha, sikurse dhe në protestën e kaluar me lëndese Molotov në drejtim Godinës, duk se ka patur një tension mes protestuesve dhe forcave të policisë, por asnjë përballje mes tyre, përveç se goditjes me lëndje apo sendet forta nga ana e protestuesve.